Edhe dita e shtunë, e cila tradicionalisht njihet si dita e pazarit në Kërçov, ka kaluar me qarkullim të dobët në tregun e gjelbër të Kërçovës. Sipas tregtarëve, frekuentimi i tregut ka qenë dukshëm më i ulët krahasuar me javën e kaluar, kur në vendlinje ndodheshin edhe mërgjimtarët. Ata theksojnë se pavarësisht çmimeve të ulta, interesimi i qytetarëve për blerje ka mbetur i ulët. Që 20 vjet. 20 vjet. Si e ma me në tregun këto? Tregu përpara ishte ma fort ishte puna, kishte njerëz ma shumë, shitja më e madhe ishte, shtaj shitet ama dobet, s'ka njerëz, kanë hik njerëzit për jashta. Si ishte jam në kalu me tregun? Jashtë me ka ishte, ma e rishta me në nuk ishte, normal. Gjymtarët më dha shumë, një 20% ka pas dalim. 80% nuk ka pas. Dobët kanë qenë shumë. Po thoj se të gjithë tregjet është, kretë. E në Tetov, e në Kustivar, e në kretë që është dobësi, se njerëzit s'ka njerëz, popullata s'kanë pare, shaj dimën është, dru s'kajnë, zanë se në shkollë, struja është rejtë, e nëse një dalën kreje. 50 vjetë unë në tregtarë. A të rritë? Të rritë kanë hikë për jashtë, unë kom një gjallë në Gurbet ka shku, në Amerika hikë, se ka këto. Ne i në mësohë këta, drek, speca, patigjona, rosh, presh, girosh, gjithë këtë prodhimi bujqësisë që janë shesë. A si janë çmimet? Për çmimet vëllishme janë, nuk janë shtretë. Një kilë grosh 15 miliard, 25 miliard, hungli, stambolkat 25 miliard, 4 miliard kilën, specat lirë, specat nuk janë në ata shtretë. Domatet dhe në ta nuk janë shtretë, 50 dinar, 60 dinar, 70 dinar, mandarinat i kje 50 dinar, roshin i kje 6 miliard, 60 dinar kila njerë, nuk është shtretë. Në momenti, preko ljeto i okullu nova godina. Сега ние имаме, работиме тука пола век, 50 години, али продаваме квалитет. Квалитет роба, гледай што е, урма, кралска, имаме некои специалитети што ги нема никој. А иначе, општо пазарите изумрија не е тоа што било некогаш. Али претежно јас работам. Како беше ова година? Да, ова година многу слабо. Нема народот, не дојдува многу гурбечи, не дојдува сега. Со добët, si shkohën gurbeqit, dobët. Se veç që kemi filluar të shkojnë ato, edhe më do. Sot një javë kemi, Kishte më shumë. po kish më shumë. A tash? Tash pak më dobët. Si janë çmimet? Çmimet janë merë, normal janë. Nga ana tjetër, qytetarët kanë mendim ndryshe, duke pohuar se çmimet janë të larta. Për këtë vjetëri, më duket se kur një sens ka hiq. A në shkuj marë, jo se di. Ka qenë ma dobët se vitë të qere. Vale, se e shok kështu nuk ka breqet. Gurbeqar, erdhen pakën e më duket se vrik kanë hik. Si mas politikës konkret. Në trek, që, si e shef dobet, po edhe këta tregtarët nuk kanë ardhë, disa qivij, që që ka ardhë një pitetove, këta qiri s'kanë ardhë asnjë. Edhe shumë dobet, një qilë. Çmimet qilë janë.